Në një tubim në Librazh, lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha përcolli mesazh në mbështetje së Partisë Popullore Europiane, e cila miratoi një rezolutë që denoncon qeveria e Edi Ramës si armiq të votës së lirë. Sali Berisha theksoi se zgjedhjet e 11 majit janë një moment vendimtar për shqiptarët, duke premtuar rritje të ndjeshme të pensioneve, vendosjen e minimumit jetik, ulje të çmimeve të karburanteve dhe mbështetje të fuqishme për bizneset e të rinj. Jam këtu për të zotuar para jush se me programin ton ne do u rikthejmë parat qytetarëve shqiptar dhe se çdo pensionist në këtë rreth, në këtë qark, në Shqipëri, brenda 100 ditëve të para, nuk do ketë kur një pension ndën 200 euro. Do vendosim minimumin jetik. Do vendosim minimumin jetik prej 200 eurosh, i cili përmirëson gjendjen e 560.000 pensionistëve me pensione ndër 170 euro. Minimumi jetik do jepet të gjithë shqiptarëve në ndihmë ekonomike, të gjithë të papunëve, të gjithë studentëve me bursë dhe fëmijëve me një prind. Pra, 100 ditë të para, miq, ne nxjerrim shqiptarët nga varfëria e skajshme. Dhe jo vetëm kaq, por çdo shqiptari me rrogë të ulët ndër 500 euro apo 500 euro, çdo pensionisti, ne japim kartën e konsumatorit me cilën ai do blej ushqimet dhe gjërat bazë 20% me lirë se tjerët, çfarë do thot do marrë në vit 450 euro kompensim për taksën e vlerës shtuar që paguan kur blen ushqimet. Gjithashtu ai u zotua për pesëfishim të subvencioneve për fermerët, trajtim të barabartë me vendet fqinje dhe krijimin e fondeve për mbrojtjen e prodhimit bujqësor. Berisha akuzoi ashpër qeverinë për lidhjen me krimin dhe kërcënoi me shpallje terroristësh ndaj patronazhistëve dhe individëve të përfshirë në presione elektorale. Ai bëri gjithashtu thirrje për mobilizimin kundër regjimit aktual, duke përmendur Librazhin si simbol të fitores së ardhshme. Qytetarët Librazhit jeni njerëz të lirë, duhet të ndëshkoni këtë bandë në votën tuaj. Dhe u garantoj ju se Suelin dhe Suel si ai do shpallën terrorist me datën 12 maj. Në vim të fushatës elektorale, Sali Berisha zhvilloi një takim në Belgj dhe në Cerrik, ku shpreh mirënjohjes për mbështetjen e qytetarëve dhe përshëndetje socialistët, që sipas tij po refuzojnë të përfaqësojnë partinë e krimit në komisionet zgjedhore. Ai deklaroi se kjo është dëshmi e rënjes së regjimit të Edi Ramës dhe u bëri thirrje punonjësve të administratës të qëndrojnë besnik para ligjit. Berisha prezantoi projektin e Partisë Demokratike për Shqipërinë Madhështore, duke premtuar kthimin e taksave në përfitime konkrete për qytetarët. Një nga premtimet kyçi ishte vendosja e minimumit jetik për 200 eurosh për çdo pensionist të papunë dhe familje në nevojë brenda 100 ditëve të para të qeverisjes. Ai theksoi se synimi i Partisë Demokratike është duke e varfërisë ekstreme dhe ndërtimi një Shqipërie më shumë dinjitet e mirëqenie.